Gjeniu Nikola Tesla. Në historinë e njerëzimit ka pak emra që tingëllojnë si legjend. Njëri prej tyre është Nikola Tesla, një njeri i heshtur, një talent i rrallë, vizionar dhe i keqkuptuar, i cili pa të ardhmen shumë kohë përpara botës së tij. Ai ishte shkencëtar, shpikës, inxhinier dhe mbi të gjitha një mendje e lirë që nuk ju bind kurrë kufive të kohës. Pa Nikola Teslën, bota moderne nuk do të kishte dhe nuk do të ishte kjo që njohim sot. Energjia elektrike, komunikimi pa tela, motorët elektrik dhe shumë teknologji të tjera mbajnë gjurmën e mendjes së tij gjeniale. Nikola Tesla lindi më 10 korrik 1856 në Smiljan, në atë që sot është Kroaci. Babai i tij ishte prift, ndërsa nëna, edhe pse parësim formal, kishte një talent të jashtëzakonshëm për shpikje mekanike. Tesla shpesh thoshte se genialitetin e trashëgoi pikërisht nga ajo, që në fëmijëri Nikola shfaq aftësitë pazakonta mendore. Ai kishte një kujtesë fotografike dhe ishte në gjendje të vizualizonte makineri të tëra në mendjen e tij pa pasur nevojë të vizatonte. Kjo aftësi do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Ai studioi inxhinieri elektrike në Evropë dhe më vonë u zhvendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vetëm disa monedha në xhep dhe një ide të madhe në mendje. Takimi me Thomas Edison. Në vitin 1884, Tesla mbërriti në New York dhe filloi të punonte për Thomas Edisonin. Fillimisht Edison e vlerësoi talentin e tij, por mes tyre lindi shpejt një konflikt i madh shkencor. Edison mbështeste rrymën e drejtë për drejtë, ndërsa Tesla besonte fort në rrymën alternative. Kjo përplasje u bë njohur si lufta e rrymave. Historia tregoi se Tesla kishte të drejtë. Rryma alternative u bë standardi botror për shpërndarjen e energjisë elektrike, duke ndriçuar qytetet e tëra dhe duke ndryshuar përgjithmonë mënyrën se si jetojnë. Shpikjet që ndryshuan botën. Nikola Tesla ishte autori mbi 300 patentave. Disa nga shpikjet e tij më të rëndësishme përfshin sistemin e rrymës alternative, motorin elektrik me induksion, transformatorin Tesla, bazat e komunikimit pa tela, teknologjinë e radios. Ai ëndërronte një botë ku energjia dhe informacioni do të shpërndarshin falas për të gjithë njerëzit. Një ide që për kohën e tij ishte shumë përpara realitetit. Kulla Wardenclyffe dhe dështimi financiar. Një nga projektet më ambicioze të Teslës ishte kulla Wardenclyffe, ndërtuar për të transmetuar energji elektrike pa tela në mbar botën. Por projekti dështoi për shkak të mungesës së financimit. Tesla nuk ishte interesuar për pasuri apo famë. Ai refuzoi shpesh të përfitonte financiarisht nga shpikjet e tij, duke zgjedhur dijen mbi paran. Si pasojë, vitet e fundit të jetës së tij kaloi në varfëri dhe harres. Jeta personale dhe karakteri. Nikola Tesla nuk u martu kurrë. Ai besonte se përkushtimi total ndaj shkencës kërkonte sakrifica personale. Jetonte një jetë të thjeshtë, por me rituale të rrepta dhe zakone të çuditshme. Ai ishte njeri jashtëzakonisht i ndjeshëm, me respekt të thellë për natyrën dhe kafshët. Në veçanti kishte një dashuri të veçantë për pëllumbat. Vdiq me 7 janar 1943 i vetëm në një dhomë hoteli në New York. Në atë ku ai nuk ishte më i famshëm, por idetë e tij vazhdonin të jetonin. Sot Tesla njihet si një nga mendjat më të mëdha që ka njohur njerëzimi. Emri i tij mban njësinë e fushës magnetike, kompani teknologjike dhe një trashëgimi të pavdekshme shkencore. Nikola Tesla nuk ishte thjesht një shpikës, ai ishte një vizionar që besonte se shkenca duhet të shërbejë njerëzimit. Edhe pse jeta e tij përfundoi në heshtje, ndikimi i tij vazhdon të ndriçojë botën. Historia e Teslës na kujton se genialiteti shpesh nuk kuptohet në kohën e vet, por ndryshon të ardhmen për gjithmonë.